Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get under control. Fiori, Darda dhe Rozana Radi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në bum. Sa trendi që më ke bërë sot më Rozi. Po pse s'po the dhe mua të ishim kombinuar ca se unë kam Ua, faleminderit për komplimentin Fior, faleminderit. mirë, Ti që s'bën kurrë, ti që s'bën Po kurrë. pra më duket se xhelozova. Mirë. O Emi. Sa të bukur këta kapuçët që keni Po vënë. janë bërë si, ne jemi bërë si dy borbardha me dy xhuxha. Ua, mund të jemi dhe si motrat e Irushes, për shembull, Rozi. Imagjino të kishim 7 xhuxha që ishte bërë, imagjino. Punë do kishe, shumë punë. Pa ha, Fiori. Tani, do hym direkt në temë, do thuash tipo, çfarë ka ndodhur? E di ti Rozi ku jetojmë neve? Po, unë jetoj në Shqipëri, ti jeton jashtë shtetit. Jo, në Shqipëri Me jetoj mendim. unë, sepse duhet ta dim të gjithë që ne jetojmë në një vend ku të ka ënda vërtet të rish. Ja, këtu çdo gjë shkon më së miri, qeveria jon i ka plotësuar të gjitha S'ke punë me qeverin, e ke personale. Unë kam personale me qeverin e kompletisht. Po, që kur kemi filluar spektaklin, e ke zënë me atë personalitetin më të madh Shqipërisë, kryeministrin e vendit zotin Edi Rama, e ke zënë me atë edhe nuk e lëshon, nuk e di pse se lëshon, më motër si jemi edhe ne të tjerë. Ja e lëshova. Kujt do t'i kërkoj llogari, më thuaj, të lutem shumë. Kërkoj më motër. Kujt i kërkohet llogari? Po kërkoj më motër pa mas tënde llogari që pun ke me kryeministrin. Po jo, të lutem shumë se fati i popullit ton varet prej ti, nuk varet nga mamaja ime tani, të lutem shumë. Po shiko, ai nuk është fallxhor të parashikoj faktet. Por ai mund ta rregulloj të ardhmen ton. Tani, çam di modi? Mos më di gjë në i magjistar që ja bëj kështu edhe tak. Mund të mendoj për ne, dhe ne të jetojmë në një vend ku nuk di ç'të them, E ka rregulluar ai, Po presim që të hyjmë edhe në Evropë. Po syet në Evropë ai qizmet. Si hyn ka, dhe që është qizmet. Tek qizmet, tek balta, që është më ëmbël se mjalta. Ku është më çuna? O Emi, ku e kemi baltën më të ëmbël se mjalta neve? Në Shqipëri më çuna, në Po në Shqipëri, ja, këtu. Për bujqësinë doja të flisja unë. Shumë mirë, Ka për bujqësinë. menduar vallë kjo qeveri për bujqësinë? Ka menduar po si? Për fermerët? Po si? Pavarësisht se unë lexoj shpesh raportet e ndërkombëtarëve që thonë ne në fushën e bujqësisë jemi shumë të prapambetur, nuk kemi bërë asnjë gjë, asnjë lloj reforme. Fol, po flet gjepura. Po jo, unë i referohem raportit të ndërkombëtarëve. E diti për shembull se kur është bler ekskavatori i fundit në këtë vend, më thuaj, kur? Kur ka pasur mundësi Shatari ta blej, e ka bler edhe nuk ka korrur aty. Shatari. Opa. Një fjalë pse jetë e ndërlikuar ekskavatori. Si duket Ekskavatori i fundit në Shqipëri ishte bler në 2005-ën. Po mirë, ka punuar mirë. Do thua ti ku e di? Më fal, po unë dëgjoj kryeministrin ton. Po se skandalat të me rip tani, se tani e kam bërë kështu po zvure ripin të këpusin. Skandal ato ekskavatorat me rip, po t'i blejnë në bisjellin ku të dalin. Dhe si për t'i bërë kashillëk qeverisë të shkuar, vetë zoti kryeministër na lajmëroi se janë bler plot 71 ekskavator. Të ndjekim pak ekskavatorët në Shqipëri. Se tani sjellim dhe 71 ekskavator. Tash i do thoni ju çfarë është ky shtet 71 ekskavator, po ti them unë çfarë është ky shtet? Ky shtet është një shtet që ne e gjetëm me flotën e ekskavatorëve që shumica ishin të kohës dashurisë shqiptaro-kineze. Kjo është një punë që duhet bërë për ditë dhe për këtë bashkitë ka nevojë të kenë flotën e tyre të ekskavatorëve që ne sot e kemi në rang territori me
701 ekskavator të rinj. Tërësisht të rinj. Unë e shatin tonë dhe moje e hërdis lavatori. Pyçke me teqe kuti dhe moj, puni me lasin zori. Me ardhjen e ekskavatorëve të rinj dhe me krijimin për herë të parë, pas rënies së regjimit vjetër, të një flote moderne ekskavatorësh, Po, gjona ashtu më qo. Unë e shatin tonë dhe moje e hërdis lavatori. Erdi të keqen, erdi. Se që kuti dhe moj, noqken se që manzori. E, si knaqëm të fshat, ama të keqen me ekskavator, fut noqk e nëzirë noqk. Kur tonë, të tërë ekskavatorët një noqkë kanë më zemër. Na bëri nostalgjik me zor, kryeministri, e pe, na foli për ekskavatorët, ne kishim harruar se To janë vëllezërit kinez, që këndojnë për shokët shqiptarë. E rëndësishme është, Rozi, që qeveria u ka ardhur në ndihmë të gjithë fermerëve që vërtet ka nevojë për ata ekskavator, bëfshin sa më shumë, apo jo? Po, ma blej qeveria se Gjemali nuk ma bleu. Ju shtoft ambicia qeverisë është. Do të flasim tani, Roz, për një temë shumë të rëndësishme dhe mbi të gjitha për një tematik tepër delikate, se ka të bëjë me personat që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Përveç problemeve që ata kanë, paraqesin një rrezikshmëri të lartë edhe për komunitetin, edhe për njerëzit që i rrethojnë. Rrezikshmëri, sidomos këta persona përbëjnë për familjarët e tyre. Ende duket se shteti nuk ka bërë asgjë për t'u ardhur në ndihmë jo vetëm personave që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor, por edhe të afërmve dhe familjarëve të tyre. Familjarët ende janë të detyruar t'i mbajnë në shtëpi këta persona që vuajnë nga problemet të shëndetit, nga këto çrregullime, sepse shteti nuk ka krijuar ende institucione të posaçme për ta. Ne sot do të sjellim rastin e një 14 vjeçari dhe gjyshes së tij, po flas për gjyshes së tij sepse i ka dhe familjarët e tjerë, por ka një nënë të sëmur, ndaj detyrohet gjyshja që të kujdeset për të, ka gjithë barrën e madhe për të kujdesur për adoleshentin i cili jo vetëm vuan nga çrregullimet të shëndetit mendor, por paraqet edhe një rrezikshmëri të lartë për familjen dhe për të gjithë komunitetin që e rrethon. Do të ndjekim pak fillimisht shqetësimin e gjyshes dhe më pas do të rikthehemi në studio. Këtu ndodhemi në familjen e Suzana Balliut. Prej disa vitesh, 8 pjesëtarët e kësaj familje jetojnë në ankth dhe pasiguri, pasi brenda këtyre mureve, në çdo moment mund të ndodhë një tragjedi. E qoj në spital fëmin, këtë qunin, Bajram Gashi quhet, nuk ma mba njeri më thonë jo është agresiv, kërkoj një detyrim të shtruar se s'bën që a i fëmi mua të më shërohet, më rregullohet. Të shtynë të edhe mu para makinës me nënë, kështë disa herë ka që të më shtyp makina. Shqitë si të shqita i vajtë i la unë gjak kotë. Më ka gjytë edhe këtu ke unda edhe këtu që më gjyti këshu me grushte. Kur vje e, më ndridhe trupi krejt, delë rej atje për jashtë më kalamajt. Në të ke frikt flesh, flijet aty mi një vend natë. Rigjët natën kështu se ku vajkat. E shop kejt dalë freska më shqit, dali marim mire, mi fresim gjithë shumët e lajgjës. Se po mos kem ata, unë se përbaloj do të taj, më bjem vretën. Ku e ke vrarë dorën? Ja, në ka qavit. Pse e qave? Grat. Po nënës, pse i gjuan? Letë. Dhuna e ushtruar nga 14 vjeçari nuk mbaron brenda këtyre ambienteve, por ajo zhvillohet edhe jashtë, pasi banorët e kësaj lagje
e kanë shumë të vështirë për t'i lënë fëmijët në ambient të hapur për të luajtur. Ky bani, a ka qenë çunim një 4-5 vjeç, ai ka marr gurin edhe ja ka nxi syrin. Nuk e nxjerr jashtë, vetëm nga ai. Është shumë agresiv. Më shumë herë të godit mbrapa. Kur ti se pande për shembull ti flet për shembull, e bën si e mirë ti, sa vetë ti atë ta futaj me çat ti kapi dora. Keni frikë për fëmijët? Si s'kemi frikë për fëmijët, nuk mund t'i nxjerrim të lodhin në abar, sepse ai shqyn. I godet. Ja, një fëmijë i vogël aty që i mbajon këtu, që i kam kujtësari të kësaj. Sa dalin aty, ja futaj vë, shtetit marmasa, sepse nuk guxojmë të lejmë kalamajtu sepse ai i zhduk. Zjet me burin tim, zjet me i re fëmin, mëra më këtu ke dera. Çfarë bërim? Po zu, anet unet ishim me familjen tonë, ajo zu, i gjujt i pyp. Për fëmijet i gjujt, i ref i bën. Po ashtu bën ai moj, që është i smur, nuk e çaj thua atit. Kjo ishte situata. Ne dëgjuam gjyshen, dëgjuam tezen, dëgjuam banorët e lagjes, të gjithë shprehën shqetësimin e tyre për këtë adoleshent i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor, sepse është kthyer në rrezik për të gjithë banorët. Është agresiv. Çfarë rreziku ka këtu? Po s'ka asnjë rrezik këtu. Çfarë rreziku ka këtu? Ja do ta thyej unë këtë me rroshti. Që ka rrezik. Fol. Kisha vrarë një person që paraqet. Ka rrezik këtu. Jo, në këtë rast. Po të vrava ka rrezik. Ti duhet të vdesësh dhe të thonë njerëzit që ti rrezikohesh. Po të lutem mos e bëjmë këtë. Po çfarë rreziku? Të lutem mos ma bëjmë këtë sepse unë në këtë raste tregoj shokut. Po moj vajzë shko kontrollo, moj vajzë mos u bëj rrezik, shko kontrollo. Ti duhet kontrollohesh. Ku e kemi rapidolsën t'ja jap një rozi të kthehet pak. Ja pak në vete. Kjo është kur të ftohet. Konsumon dhe disa pejman, do të flasim sërish për të njëjtën problematik pas pak. Vetëm pas publicitetit rikthehemi në studio.